أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nderuar vëllezër besimtar, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu për mirësitë, bereqetet dhe të mira që na i ka falë, dhe i qëm salate dhe selamet të plota shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shpirtrave të krejt aulias dhe krejt enbijas dhe krejt atyre të cilët kanë vdekë me iman kanë shkuja Rabbil Alamin. Nderuar vëllezër, ne inshallah sot do të vazhdojmë edhe me një sahabi tjetër, edhe me një personalitet të shquar të historisë islame, edhe me një njeri i cili ka lënë tragje të fuqishme në historinë e islamit, dhe këtë e dini të gjithë dhe me siguri jeni mirë në rrjedha vetëm në qoftë se ja përmendi emrin. Është mirë të ndershëm vëllezër që ne së bashku kemi folur dhe flasim për të dashurit e pejgamberit të Allahut. Është mirë që ne flasim për njerëzit që pejgamberi ka dashur, për njerëzit të cilët e kanë dashur pejgamberin, për njerëzit të cilët kanë qëndruar afër pejgamberit dhe i kanë dhënë fuqinë për krahjen dhe ndihmën e tyre të skajshme derisa kanë pasur mundësi. Është mirë që ne njoftohemi me këta me qëllim që t'i duam edhe ne ata, pra sahabët e pejgamberit, dhe personat të cilët i duan sahabët e pejgamberit është ata të cilët e duan edhe vetë pejgamberin e Allahut. Pra, ne inshallah në muaj me radhë, po edhe sot do të flasim për një prej sahabeve të mëdhej të pejgamberit të Allahut, që e pse dhe mos, vetëm si hyrje, në qoftë se do të mund të koncentrohemi pak, nga se edhe unë nuk jam duke u futur në hyrjen teme mirë, po të njëjtën kohë edhe juve do t'ju lutem që të mbetemi me qëllim që ligjërata të kap kualitetin e saj. Bilali radiallahu anhu kur u shtri për vdekje, që këtë seriale kemi pasur, këtë ligjërate kemi pasur, kur Bilali radiallahu anhu u shtri për vdekje dhe gruaja e tij tha: "Ja musibata, o çfarë fatkeqësie po ndodh mua, o mirë për mua për fatkeqësinë që më ndodh." Edhe ai i tha: "Mos thuaj ashtu oj grua ime." Po tha: "A nuk shet çfarë fatkeqësie po na ndodh?" Tha: "Thuaj o çfarë të mire është na ndodh dhe o çfarë mirësia të na ndodh." E tha: "Çfarë mirësia të na ndodh?" Tha: "Gadan alqi al-ahabba, nesër do t'i takoj të dashurit e mi. Nesër do të takohem me të dashurit e mi." Bilali radiallahu anhu e titulloi vdekjen e tij që do të takohet së afërmi me të dashurit e tij. Hajtë ndershëm vëllezër të ulemi sërish dhe të fillojmë sërish dhe të mundohemi të takojmë edhe ne të dashurit e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ishin të parët ata të cilët i përmbushnin standardet ndryshme. Ishin të parët ata të cilët përmbushnin standardet e larta. Ishin ata të ndershëm vëllezër të cilët nuk ju interesonte në vijit e parë që dunjaja. Ishin të parët ata të cilët për vete zgjedhin cilësi tjera e jo këta cilësi të cilët ne i kemi zgjedhur sot. Ishin ata të cilët dunjaja për ta nuk ishte një qëllim, po ishte vetëm një rrugë në të cilën kalonin. Ishin ata të cilët jepnin pejgamberit për krahjen e fundit. Dhe ne do të duhet të ndershëm vëllezër së bashku të i duam sahabët e pejgamberit. Të e duam pejgamberin dhe ata të cilët e ndjekën pejgamberin, nga se pejgamberi i Allahut ka thënë: "Al-mar'u yuhsharu ma'a man ahabbahu." Njeriu ka për me u ringjall ditën e Kiametit me ata të cilën ai i donte. Pra me kë e duash, me ata do të ringjallesh. Cilën e ke për veten në pikë të parë, me çat do ringjallesh. Kjo le të jetë një sihariq, një miq dhe për ne muslimanët krejt. Me ba tash me të pyet dikush,
cili personalitet në botë është në vend të parë të ti, edhe ta shkujtohesh pak, edhe thush ki, për hajrë të koftë, se me qatë do rinjallësh. Cili personalitet është në vend të parë për ti, do të kujtohesh dhe do të thush Hazreti Aliu, për hajrë të qoftë se me qatë do rinjallësh. Cili personalitet është në vend të parë, do të përmendish një kujti unë qka një star, prej atyre starve të cilët quhen star, për herë të kofë se me qatë do rinjallësh. Pra pejgamberi Allahut na e ka dhënë këtë syhariç duke na thënë, personi do të rinjallët ditën e kiametit me atë të cilën e don më së shumti. Përpara të e përmend emrin e këtij personit për cilën ne flasim, atëherë ky person është trim. Ky person ka qenë shumë i guximshëm. Ky person ka qenë një burr edhe në moshën e re të tij. Një person i cili ka qenë i pastërt në shpirtin e tij dhe ky person e ka pranuar fen e Allahut në moshën 10 vjeçare. Nëse jemi në rrjedha, atëherë besoj se do ta e kuptoni për cilin flasim. Ne flasim për kalifin e 4, për imamin e 4, për atë i cili i pari si fëmijë hiri në Islam, për djalin e xhaxhaut të pejgamberit të Allahut dhe për atë i cili u quajtur babai i Hasanit dhe Husejnit dhe për atë i cili e quajti pejgamberi i Allahut babai i pluhurit, Ebu Turab, babai i pluhurit. A ky ishte Imam Aliu radiallahu ta'ala anhu warda. Të ndershëm vëllezër, është interesante se Imam Aliu s'ka qenë fëmijë kur njëherë. E çka? Prej kur ka lind i madh, e ka disa njerëz prej kur lindin burra. Në moshën 10 vjeçare të tij e pranon Islamin përpara se ta e pranoj babai i tij Ebu Talibi, që ishte se ka pranuar fare. Në moshën 10 vjeçare kur e pyet pejgamberi Allahut, a e pyet e babaun ti që erdhe ta pranosh Islamin se ti je i vogël? Tha, kur Allahu më krijoi mua, e pyeti babaun tim a deshti ta e të më krijoj ajo? Tha, jo. E pse duhet unë ta pyes atëherë babaun a duhet ta besoj Allahun ajo? Pra, Aliu radiallahu anhu të ndershëm vëllezër ka jetuar 63 vjet. Ka vdekur në moshën 63 vjeçare. Prej moshës 10 vjeçare kur ka hyrë në Islam, deri në moshën 63 vjeçare, do me thënë 53 vjet kemi fol për një burr, që kur i ka pas 10 vjet e një muj, që kur i ka pas 12 vjet e një muj, deri kur i ka pas 63 vjet e një muj, apo 63 vjet e kështu me radhë. Edhe krahas disa pengesave të cilët i kemi, pengesa teknike, pra do duhet të thojmë më vjen keq para së gjithash për shkak se incizohet krejt kjo nuk na duhet. Unë besoj se ndëgjohem edhe u kry kjo çështje, po për krahas pengesave teknike që i kemi do të mundohem të futem përsëri në lidhjen tonë, gjithësisht në rrjedhshmërinë e temës time, dhe për atë shkak këto çështje të lutem nuk kanë nevojë më të na pengojnë, ne dëshirojmë të hyjmë në kontekst të temës. Aliu radiallahu anhu depërton në Islam në moshën 10 vjeçare dhe nuk hamendet, nuk kujtohet, nuk dëshiron të kujtohet, të pyet filanin, fallanin, kujshin, a të bëhem musliman apo mos bëhem musliman. Ai tha, mu kur Allahu më ka krijuar, më ka falur se ka pyetur kërkon, edhe për unë për me besu Allahun se pyes kërkon, dhe unë besoj Allahun dhe kështu me radhë. Pra ishte mosha 10 vjeçare. Unë në ligjëratat e mia tentoj zakonisht me bë krahasime, jo me kallëzu histori. Historinë nëse doni merrni lexoni, ka plot për me lexu. Po tentojmë me bë me kreh paralele, me bë krahasime. Aliu radiallahu anhu në moshën 10 vjeçare vendos. Treguam në ligjëratën e kaluar në çështjen e Abi Dharr al-Ghifarit, që tham që ai i cili kontrollonte Mekën dhe shiqonte kur ishte pejgamberi i fshehur te shtëpia e Arkam ibn Arkamit, dhe ai i cili kontrollonte a mos e sulmon dikush pejgamberin, a ka dikush që don me shku te pejgamberi, po s'don me sulmu, me pranu Islamin, ai i cili e matte mësitë vet ishte Aliu në moshën e re, 12 vjeçare. Ai i cili bënte faktikisht bën fjalë për një
person, për një burr qësh në moshën e re. Unë pyes vetveten edhe pyes edhe xhamatin tim. Përderisa ai flet në moshën 10 vjeçare, 12 vjeçare, 18 vjeçare, ka qenë person i përqendruar, ka qenë person i cili ka qenë shumë serioz dhe shumë trim, bëjmë fjalë ne për veten tonë. Ndërshëm vëllezër, i bëjmë 50 apo 60 vjet, personalitetet tona janë ende në pyetje a më nis më u fal, a mos më nis më u fal. Xhamatet tona ende pyesin a bën me nis më kada se jam të u plak me fal, a bën me lënë edhe pak se herët. Në qoftë se do të flasim për atë, sa boni që Hazreti Aliu hini në Islam dhe deri kur i tha, ndëgjoj me mu çka ju lut Hazreti Aliu Allahut. O Zot, Allahumma inni as'aluka ash-shahadatu fi sabilik. O Zot, unë kërkoj që ti të më japish të vdes unë si dëshmor në rrugën tënde, po të lutem se para jep me emrin e gjatë që të shërbej për rrugën tënde, për dinin tënd, pastaj merr me shpirtin si shahid. O Zot, unë kërkoj që të vdes si shahid në rrugën tënde, po s'pari të lutem jep me emrin e gjatë që të punoj për fen tënde, pastaj në fund merr me shpirtin si shahid. Prej moshës 10 vjeçare deri në moshën 63 vjeçare që edhe ashtu ndodhi, Hazreti Aliu u vra, dhe me thonë u vra në rrugës për në xhami, për namazin e sabahut, dhe ashtu ndodhi pasi që dha një kontribut të pa para pa në 53 vjeçar, gjithësisht 53 vjet kontribut për fenë e Allahut. Derisa ai hiri në moshën 10 vjeçare dhe deri në 63 vjeçare ai nuk lëkundi më, ai nuk u pyet më a bona boll, ai ishte boll se ja gjenova një ditë Ramazanit, mjafton më se më duket se u bën tepër. Neve do duhet na pyetet më njëherë mas Ramazanit, sa kemi agjëru pak, vëllai, pak gjëna e mund të me bon tash se ashtu është elhamdulillah jam fal këtë Ramazanin, asnjë taravih s'm kanë mbet përveç një 15. Edhe tash mundet pak do të me lan pak me të gjëna se Ramazanin mashallah mbajta përveç çdo ditëve që aty pak që kishim ku diçka. Kështu më radh, fillon ajo lloj labiliteti në jetën tonë, jo një lloj stabiliteti. Puna më e mirë, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është ma qilla wa dam. Puna më e mirë një besimtarit është ajo e cila është pak ama zgjatet, vazhdon. Pak ama për herë rrjedh. Ama jo një herë t'japish hujum edhe më mrapa me thonë se më duket se bollu bon, alhamdulillah, kam rrinë nalt me sevapët atje. Mos bën më me pyet ndeshëm vëllezër se si qëndron puna me Haxhillokën, thosh me vallahi ala i ri linë këtë punë, se pele kur Hazreti Aliu ka shku me moshën 70 vjeçare Haxhillokën, ne do duhet me thonë mos me dal para atij me shkune. Tan se subhanallah. Unë besoj se ti më kupton mirë për çka jemi duke folur. Në qoftë se do të marrim, do të bëjmë një krahasim të shkurtër mes në asaj të cilën njohem te personaliteti i Aliut radhiyallahu anhu dhe te jona, dhe kontributi i vazhdueshëm i tij 53 vjeçar në rrugt të Allahut dhe në fund o Zot merr me shpirtin si shahid, dhe në mes në asaj të cilën jemi ne, vallahi të ndershëm vëllezër, ne s'mund t'i bajmë torturat dhe vështirësitë të cilat i kanë pasur ata. Unë nuk di se ka kërkuar dikush prej juve apo dikush prej islamit, prej muslimanëve që ti dalish në diluftim, si cilën luftë që bën ti i pari ti dalish në diluftim. Unë nuk di se ka kërkuar dikush nga ju që ti dalish kundër djalit minjës tënd të luftosh për shkak se nuk e ka pranuar pejgamberin e Allahut. E këta janë të gjithë punët të cilët prej Aliut radhiyallahu anhu janë kërkuar dhe i ka bën dhe ka qenë prezent në ta. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu e pyetën për Hazreti Aliun. Kush ka qenë ai në sfirin tënd? Tha, huwa ibnul Islam al-awwal. Ai është djali i parë i Islamit. Ai është djali, biri i parë apo biri më i madh i Islamit. E pse i than djali më i madh apo djali i parë? Tha për shkak se prej fëmijëve i cili i pari hini në Islam ishte Aliu në moshën 10 vjeçare dhe ashtu konsideruar tek tjerët. Ishte Hazreti Aliu. Ai ishte i biri i Ebu Talibit. Ebu Talibi ishte i biri i Abdul Mutalibit. Abdul Mutalibi ishte gjishi i pejgamberit Allahut, baba plak. Ebu Talibi ishte direkt minxha i parë i pejgamberit Allahut.
Abdul Mutalibi ishte biri i Hashimit, kurse Hashimi ishte biri i Abdul Menafit, që janë një prej sulalës prej rrjedhës kryesore të Kureshitëve, Hashimitëve, të cilët ishin në Mekë. Ndoshta disa informata shtesë, po personat të cilët i dinë këta emra do t'ju vyjnë këta informatat pak më shtesë. Ebu Talibit, ndershëm vëllezër, minxha i pejgamberit Allahut, edhe pse është quajtur me llagapin, me ofiqin që njihet sot anë mban muslimanëve Ebu Talib, thuhet se ka pasur emrin Imran apo e ka pasur emrin Shejba. Ebu Talib është quajtur më vonë në këtë emër, kurse ata janë nga fisi Hashim ose Hashimitët që quhen, e çka do të thonë Hashim është gjishi, stërgjishi i tyre. Keni kujdes, edhe këtu thuhet se ai nuk e ka pasur emrin Hashim, por e ka pasur emrin Amr. Por është quajtur Hashim se fjala Hashema, Jahshem, do të thotë ai i cili e përgatit, para përgatit terrenin, ai i cili punon në terren, në infrastrukturë. E pse është quajtur ki Amri atëherë Hashim? Për shkak se që në kohën e para Islamit ka pasur kohë që i kanë bën njerëzit ziarete dhe i kanë bën vizita Qabës, dhe kishte gjatë tërë kohës kur ka ardhur sezoni i vizitave, e ka përgatitur infrastrukturën, i ka rregullu rrugët, i ka rregullu gurzit, i ka rregullu krejt kështu me durë të veta për qefit vet, për shkak se vijnë vizitorët në Qabë. Dhe për atë shkak sa i ka bërë rregullimin e kësaj infrastrukture, është quajtur rregullues, gjithsesi në gjuhën arabe Hashim. Pra, një emër që e ka marrur për vlerën e punës të cilën e ka bën në Qabë. Ebu Talibi, sa i takon babai i këtij patriotit dhe këtij yllit për cilën ne sot folim, është më i madh se Muhamedi alayhis salam 35 vjeç. Është minxha i tij dhe 35 vjet është më i madh se pejgamberi i Allahut në moshë. Kur u bë Muhamedi alayhis salam pejgamber, që ishte në moshën 40 vjeçare, Ebu Talibi kishte 75 vjeç. Ishte një prej personave shumë të shquar në Mekë, një prej zotrive të fisit Hashimit, një prej personave me autoritet të lartë, të cilët çdo vendim që u bënte në Mekë kishte patjetër po ashtu edhe të merret fjala e tij. Vdiq në vitin 10 para se të shkoj pejgamberi në hijret, gjithsesi 3 vjet përpara se të shkoj pejgamberi në Medinë, apo më mirë me thënë, prej vitit kur u shpall Kur'ani deri në shkuarjen e pejgamberit, pra ishin 10 vjet. Që qartësohem edhe një herë. Prej vitit kur u shpall Kur'ani 610 deri në 622 e 11 muaj, që vjen për afërsisht 13 vite, 10 vitet e para ishte Ebu Talibi me pejgamberin alayhis salam si përkrahas më i fuqishëm. Dhe 3 vitet e para, në mesin e asaj quhet edhe viti i 10 para hijretit, përndryshe edhe viti i huznit ose i dëshpërimit, për shkak se në këtë vit i vdes pejgamberit Allahut Hatixha, gruaja e tij, e cila përkrahte shumë, dhe të njëjtën kohë minxha e tij Ebu Talibi. Një ditë erdhi te pejgamberi Allahut Ebu Talibi duke i thënë: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk mund t'i ndaloj më sulmet e mushrikëve të Mekës të cilët bëhen ty. Ti e din se ata ditë për ditë po shtohen, edhe unë kërrejt autoritetin tim që e kam pasur e kam futur në këtë mbrojtjen tënde, me po tash nuk mund t'ju qëndroj më tepër. Çka mendon? Ose tërhiqu ose bën ndonjë punë. Pejgamberi Allahut i tha: O xhaxha, po të them se vallai në qoftë se më vendojnë hënën në njërin krah, edhe diellin në krahun tjetër, unë nuk do të largohem nga kjo fe e Zotit, ose do të ngadhnjej kjo fe e Zotit në krejt botën, ose do vdes unë për këtë Zot për të cilin jam duke folur. Dhe filloi të qaj. Atëherë kur e pa në këtë hall, Ebu Talibi sërish u kthye dhe tha: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh çka do të bëjnë ata ty, përpara duhet të më bëjnë mua, pastaj do të kalojnë te ty. Deri në fund të ke për krahjen time, bën çka duash. Ishte ky njeri për çka flasim, babau i atij për të cilën flasim sot ne, për që do të flasim edhe disa ligjërata më të tjera.
Pra të ndershëm vëllezër, për me dal burra në këtë dunja, na duhen para me pas burra të cilët do të lindin këta burra. Dhe për atë shkak është thënë dhe ka një thënie që transmetohet se do të ishte hadith, dhe thot personat gjithsesi muslimani i edukon fëmijët e tij 25 vite përpara se të lindin ata. Gjithsesi muslimani e edukon vetveten e tij në esencë, pastaj kalon për me i eduku ata të cilët vinë pas tij. Një prej propozimeve, sikur shohesh, jemi disa informata të hollësishme në këtë punë, për shkak se ligjëratën e Hazreti Aliut duam që të flasim 3 ose 4 ligjërata me radhë për të. Një prej propozimeve të pa vend ishin nga Kureshitët dhe nga Mekelit që i erdhë Ebu Talibit. Dhe i tha: "O Ebu Talib, ne po shohim se ke ngul këmbë për këtë gjallë të vllaut tënd që e ke Muhamedin. Ne po të japim një gjallë që quheshte Amr, po ashtu një prej bukurosheve të Mekës, një prej njerëzve gjemtëve të ri shumë të shuar, po ta japim këtë si gjallë, merre edukoje këtë, rrite, bëne për vete sikur dush këtë dhe na jep ti neve Muhamedin. Ja po t'japim një gjallë tjetër." Dhe ki i tha: "Ç'u me ju o Mekas? A ju kalon mendja thjesht apo çka? Unë t'ju jap gjallin që të ma vritni, e ju të me jepni një gjallë që t'u arris t'u edukoj dhe t'u kthej prap? Ç'u ju me ju kështu? Po ti je ai po na shan zotrat tona, ai po na bën, ai po na kështu. Ç'u me ju o njerëz?" Dhe Ebu Talibi, babai i Hazreti Aliut, ishte ai i cili zakonisht dhe non stop i qëndroi krahas pejgamberit të Allah. Ajeti i Kur'anit "Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha" zbriti për rastin e Ebu Talibit. Në momentin kur ai ishte duke vdekur në moshën 85 vjeçare, pejgamberi Allahut shkoi te kryja e tij dhe e luste shumë: "O Ebu Talib, po qoft vetëm një fjalë thuaj, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Vetëm këtë thuaj. Unë do ta lus Allahun që të më bësh shefaatxhi për ti ditën e Kiametit. Unë do ta lus Allahun që ti më të shtin në xhenem ditën e Kiametit për shkak të mundit shumë që e ke dhënë dhe mbrojtjes që ma ke dhënë mua." Ai tha: "Nuk mundem." Ose më mirë me thonë, shumica e dietarëve islam janë të mendimit dhe marrin transmetimin që Ebu Talibi ka vdekur jo musliman, kurse edhe pse ka për atyre të cilët thuan në formë të fshehës e ka pranuar islamin. Pa marrë parasysh. Ebu Talibi vdes si jo musliman dhe i zbret pejgamberit të Allahut, nga sa ai u bën shumë merak kur vdiq në këtë formë, i zbret kjo ajeti i Kur'anit "Innaka lan tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha", ti nuk ke për me udhëzu në rrugë të drejtë ata të cilën ti don, por në rrugë të drejtë kanë me udhëzu ata të cilët Allahu don. Dhe kështu që ja bëni me dije pejgamberit të Allahut për këtë çështje. Folëm pak për babaun e këtij njeriu të madh, Imam Aliut radhiyallahu anhu, me të cilin ne do të shoqërohemi gjatë ligjëratave që vijnë. E kush ishte nëna e tij? Nëna e tij quheshte Fatima bint Asad, Fatimja, vajza e Esedit të birit të kujt, Esedi biri i kujt ishte i Hashimit, gjithsesi stërgjishit të pejgamberit të Allahut që vishin pra prej ardhje apo prej një vend. Gruaja e Ebu Talibit, për kundër Ebu Talibit, e pranoi islamin që në Mekë bëni migrimin, gjithsesi hijretin me pejgamberin e Allahut, erdhi në Medinë dhe vdiq në Medinë. Me rastin e vdekjes së saj në Medinë, pejgamberi i Allahut u lut për të, e vërosi, e lëshoi në varr me duart e tij, e nxjerri këmishën e tij dhe ka një transmetim që xhubën e tij dhe e mbështjelli me xhubën e vet nënën e Hazreti Aliut, pra Fatimen, dhe e futin me xhubën e vet në varr. U habitën njerëzit për këtë hizmet që ja bëni pejgamberi kësaj gruas. Dhe i tha: "Ja Rasulullah, po të shohim se po i bën shumë hizmet, je i koncentruar shumë për këtë grua." Pejgamberi Allahut e tha një fjalë të madhe. Dhe tha: "Wallahi ma shahidtu ahadun fa'ala ma'i sani'an khayran min hadhihi al-mar'a ba'da Abi Talib." Wallahi po ju bëj be, nuk kam pa njeri në dunja që ka qenë i mirë, i sjellshëm dhe i kujdesshëm ndaj mua, më tepër se sa kjo gruaja përveç Ebu Talibit. Nuk kam pa njeri që ka qenë aq i kujdesshëm për mua
sikur kjo gruaja përveç Ebu Talibit, ai është rast në vete. Pra, e çfarë kujdesi pas ka treguar kjo grua? Të ndershëm vëllezër, kur Ebu Talibi e mori prej babaut të tij Muhammedin alayhis salatu wassalam, i cili ishte moshën 8 vjeçare dhe i vdiq gjyshi, gjithësisht Abdul Mutalibi, dhe e mori Ebu Talibi minxha të aris, ishte në moshën 8 vjeçare pejgamberi Allah. A Ebu Talibi e lajti, e shpërlajti, e përgatita apo gruaja e tij? Një, e dita. Ebu Talibi kishte 5 fëmijë. Dhe thonte vëllai kur ushtroshim sofrën për me hëngër buka nuk ju dilte as fëmijëve të mi. Krahas asaj e morëm pejgamberin e Allahut Muhammedin dhe ishte për çudi. Thashte për herë kur ishte Muhamedi alayhis salam në sofër me një me fëmijët e mi, unë gopshim edhe ne të mëdhej dilte buka plot. A një ushqim që nuk ishte ati, mbeshim unët, edhe pse të njëjtën ushqim ne ofroshim bukë. Ajo grua ishte ajo i cili u përkujdes dhe e rriti këtë djalë e cila grua nuk dinte si kima vonë do të bëhet pejgamber apo jo. Ajo grua e cila ishte mund të me i thonë burit vet, vëllai ne kemi 5 fëmijë, çka ku me i çuma. Ajo grua ishte ajo e cila e merreshte përkujdesishte edhe për gjashtin i cili ishte jetim halamaron. Edhe të them edhe një fjalë diçka. Është interesante të nëshëm vëllezër se fëmijët i mbajnë mend punë dhe fjalët. Dhe sidomos në qoftë se folet kundër atyre diçka, mas miri që i mban mend të jenë fëmijët. Dhe për atë shkak pejgamberi Allahut kur e vorosi tha unë e di se çfarë gruaje kjo ka qenë. Dhe vallahi nuk ka pas grua dhe njeri i më të hajrit për mua që më ka bëu hizmet se sa kjo grua përveç burit të saj që ka qenë Ebu Talibi. Dhe më shtjelli me duart e saj. Edhe më shtjelli me duart e tij dhe e futi në varr. Ne bëjmë fjalë tash për një mysafir i cili na vjen për 3 javë. Bjerë të shtëpia pas mundësi. Ka mysafirë që na vjen prej Maqedonijet e poshtë. Në qoftë se don me dalë edhe ti me gjithë ato për jashtë. Mos bëni hesap mo që të ta bjerë dikush fëmijën jetim që rritë vëllaj këtë fëmijë. Mos bëjmë hesap mo me pas edhe punë tjera, po ne bëjmë hesap për një njeri me iman që fëmija e mban mend shumë mirë. Pejgamberi Allahut tha vëllai nuk kam gjuhë një gjysmë fjalë për kësaj robreshtës së Allahut. Nuk kam gjuhë asgjë për kësaj derisa e ka rrit pejgamberin dhe e ka drejtuar dhe e ka rregulluar në këtë formë. Dhe pejgamberi Allahut tha vëllai tham unë do ta lëshoj me duart e mia në këtë. Pra për çka flasim? Për di njerëz të cilët kanë lindur Aliun radiallahu anhu, i cili ka kaluar gjithë dynjan. Unë nuk di, mos më bëj krahasim pa lidhje. A një star në Hollywood është më i njohshëm në dynja apo Imam Aliu? Do të thosh që ne musliman të është Imam Aliu, unë do të pyes vëllai të ne musliman, pyeti faktikisht dynjan Imam Aliu ose kalifi i 4. Edhe pyetja jon do ishte, a këtu në Evropë kanë pas media për me e bën një njeri të madh të njohur apo ato në Medinë që s'kan pas asrrim as kur gjë, si u bën njohshëm në krejt dynjan? Dhe si arriti në arenën ndërkombëtare të njihet? Pra, kjo është diçka tjetër, personat të cilët e duan Allahun, personat të cilët i nënshtrohen Allahun, personat të cilët e respektojnë Allahun, Allahu bën që ata ta duan atë krejt dynjaja dhe të folin për ta krejt dynjaja. E unë vëllai e du Imam Aliun, dhasht Allahu që dhe ju inshallah, dhe dhasht Allahu që ringjallim me ata së bashku në ditën e Kiametit. Imam Aliu radiallahu anhu ishte njëri nga 4 djemë të cilët kishte lindur babai i tij dhe kishte 2 motra. Dhe me thënë, në përgjithësi numërojshim kur folëm në ligjëratën e kaluar që bëjmë fjalë për 5 që i ka lindur dhe i ka rritur nëna e tij, në fakt 5 plus Imam Aliun radiallahu anhu. Ai kishte pra 3 vëllezër dhe 2 motra. Vllau i parë i madh i tij quheshte Talib, nga cilën e mori edhe ofiqin babai i tij Ebu Talib, babai i Talibit. Dhe ju dini se në formën e arabëve, kur thirin ata një person, më e vlefshme, më e ndershme është të thirret babai i filanit apo nëna e filanit se sa të thirret në emër. Pra ata ashtu është thirrur dhe një prej tyre është thirrur edhe pejgamberi Allahut Ebul Qasim, babai i Kasimit, ose Ebu Talib është thirrur babai i Hazreti Aliut, për shkak se vllai më i vjetër, më i madhi i Hazreti Aliut ishte Talibi dhe për atë shkak quheshte Ebu Talib. Pastaj vllau i dytë në radh ishte Akil, i treti në radh ishte Xhafer, pastaj ishte Imam Aliu,
pastaj ishte Hana dhe Hani dhe pastaj ishte El-Gjumal, që dhe me thënë të gjithë ishin familja e tij. Prej tyre të ndershëm vëllezër, prej vëllezërve të Hazreti Aliut, kishe prej tyre të cilët e pranuan Islamin herët dhe kishe prej tyre të cilët e pranuan Islamin edhe tek mbas shpërnguljes së muslimanëve në Medinë, një prej tyre për shembull sikur ishte Talibi. Hani, në qoftë se keni ndëgjuar të njëherë në leximet e mevluteve të vjetra, kur shkoi pejgamberi i Allahut në Isra dhe në Miraj, tha u gjint të shtëpia e Hanës. Çka është kjo Hani? Ishte pra motra e Hazreti Aliut, ku pejgamberi i Allahut gjint në natën e Isras dhe Mirajit të shtëpia e saj dhe prej saj bëni Isran dhe Mirajin. Hani, për shembull, ishte e njohur edhe si personalitet, si grua me një personalitet me këmbë të fuqishme të saj që qëndronte po qofte edhe përpara burrave. Një prej saj ishte kur hiri pejgamberi i Allahut në Mekë dhe bën çlirimin Feth Mekke, dhe atëherë çka u bën? Atëherë pejgamberi i emroi disa emra që u bëni gjakun të lirë, do të thonë to emra të cilët ishin armiq të denj të pejgamberit dhe të Islamit, edhe mbasi hini Islami në Mekë, ata nuk e ulnin kryen dhe atëherë se pejgamberi u ndaloi muslimanëve të vrasin tjerët, pa marrë parasysh se kanë pranuar Islamin apo se kanë pranuar Islamin. Përveç disa personave që u lejoi gjakun, edhe ishte interesante se atëherë vraponin muslimanët që t'i gjejnë ata me qëllim që ose t'i largojnë prej Mekës, mos të në përkombin dhe mos të nënshmojnë pejgamberin ose t'i vrasin. Dy prej këtyre të cilëve ju lejua gjaku nga pejgamberi Allahut shkuan dhe u fshehen te shtëpia e Hanës, gjithsesi të motrës Hazreti Aliut. Dhe Hazreti Aliu e pa këtë situatë se këta dy të cilët kërkoheshin prej pejgamberit të Allahut u fshehen atij dhe shkoi te shtëpia e saj dhe tha unë jam këtu me urdhër të pejgamberit më nxjerrish ata t'i vras. Kurse ata të ditë kur hinën te shtëpia e Hanës i thanë Oj, Hane, ne kemi rigja në Allah që t'him të futim dhe t'na marish nën emanetin tënë, gjithësish nën mbrojtjen tënde. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Dhe ne dëshmojmë se Allahu është një dhe pejgamberi i tij është Muhamedi i Allahut, pra ne bëhemi muslimanë sot dhe na mbrojse do t'na vrasë. Dhe është interesante se Imam Aliu shkon te dera e saj dhe kërkon prej saj të dy persona, dhe ajo nuk ja jep. Sa ata kanë hi nën iznin tem, nën itan time, nën mbrojtjen time, nën emanetin time, e kanë pranuar Islamin se vallahi s'ta jap. Thot mos u bën me pabesimtare, nga se ti e din se pejgamberi Allahut ka kërkuar prej neve që ata ti i gjejmë dhe ti i vrasim. Tha unë do të vi te pejgamberi Allahut. Dhe shkoi te pejgamberi Allahut dhe tha ja Rasulullah, këta të di kanë hi nën mbrojtjen time, kanë pranuar Islamin, dhe unë nuk jam razi ti jep t'u jap juve dhe ti vritni ata. Pejgamberi Allahu tha, unë jam me fjalën e Hanës. Çka e tha ajo, edhe unë e them atë. Dhe me thënë prej fillimit, po qoftë edhe në masën e gjerë, pejgamberi Allahut ju ka dhënë përparësi i grave që të flasin, ta japin mendimin e tyre dhe në qoftë se kanë qenë në hak edhe i ka përkrahur në atë drejtim, sikur që edhe burra. Kurse Xhaferi, njëri nga vëllezërve të Imam Aliut, dhe ne jemi gjatë tërë kohës të fol për ligjëratën e Imam Aliut, kurse Xhaferi, njëri nga vëllezërit, u vra në luftën e Mu'tas, në të cilën ju prejnë të di krahët. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut një fjalë shumë interesante për të, dhe thëtë, unë jam duke e pa Xhaferin i cili fluturon me krah si shpend në xhennet. Dhe jam duke e pa duke marrë prej ushqimeve të mira të xhennetit dhe të pi prej kroneve të xhennetit. Pse u titullua drejt për drejt jam duke e pa të fluturu, mos mendoni se krahat të cilët i ka humbur ata ai nuk i vgjen prap, por ka gjetur ai në xhennet krahat dhe më të mira prej saj që fluturon me ta. Imam Aliu. E kush ishte gruaja e tij? Të ndershëm vëllezër, Imam Aliun të gjithë e dim dhe gruan e tij e dim, sidomos gruaja Fatimja radiallahu anha. Mirë për mbas vdekjes së saj, Imam Aliu ka martuar edhe gra të tjera. Po të qëndrojmë një herë te Fatimja. Dhe martesa.
Fatimën pejgamberit Allahut I alipën 2 persona, e kërkonin në syt shkuës. Dhe tyre 2 personave pejgamberi Allahut nuk u dha. Me pretekst, me arsye se ata ishin shumë të vjetër në krahasim me Fatimën. Ata 2 personat ishin, subhanallah, Ebu Bekri edhe Omeri. Të dyve prej këtyre të dyve pejgamberi Allahut I tha jo, ju jeni të vjetër në mosh, kurse Fatimja është e re. Dhe Fatimja në rast kur u martua me Aliun I kishte 18 vjeçare. Ishte 18 vjeçare. Kur këta I kthej pejgamberi, erdhi një shërbetore të shtëpia e Abu Talibit, gjithsesi të shtëpia e Aliut, dhe I tha: "O Ali, pse nuk shkon të lipish pejgamberit të Allahut vajzën për martesë?" Dhe Aliu habit. Tha: "O xharie, ti e din se unë s'kam kur gjë për meher për me I dhanë pejgamberit dhe Fatimës, si me shku me u martu." Keni kujdes, fisi Beni Umayya, që ishin po ashtu një nga Kurajshitët, të cilën rrjedhte prej saj Ebu Sufjani dhe rrjedh prej saj Hazreti Osmani, ishin fis të pam me autoritet të lartë për shkak se financat I kishin shumë të larta. Kurse shtëpia e Ebu Talibit nuk kishte financa, apo shtëpia e Abdul Mutalibit, një gjenerat më herët, nuk kishte financa, po kur bëheshte fjalë për përkujdesjen ndaj Qabës, për përgjegjësinë e të thënë të sotit Ministrisë së Haxhit, ose më mirë me thonë, vizitave të cilët ju bëshin Qabës, përpara se të linte pejgamberi Allah, gjithmonë përgjegjës kryesor ishte shtëpia e Hashimit, gjithsesi shtëpia e Abdul Mutalibit dhe më vonë e Ebu Talibit. Pse thamë ne quheshte në ligjëratën e kaluar, pse thamë ne quheshte Hashim? Për shkak se ai alladhi yuhashimu at-tariq, ai ishte personi I cili e përgatitte infrastrukturën për vizitorët e Mekës, për vizitorët e Qabës, e bënte rrugën gati, I largonte krejt ato papastërtirat dhe pengesat në rrugë se do të vinë ziaretlit, nuk them haxhirit. Ziaretlit do të vinë në Qabë. Dhe për atë shkak e mori emrin Hashim, kurse emri I tij vërtet ka qenë Amr. Kalojmë të tjerë. I tha: "Pse nuk shkon ti ta kërkosh?" Tha: "Vallahi ne s'kemi ato, tjetër janë Beni Umayya." Tha: "Jo, ju keni diçka, po shko kërkoje." Tha: "Shkova unë te pejgamberi Allahut dhe hyna. Unë jam rrit te pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut e ka rritur Hazreti Aliun, apo jo? Që do të kalojmë tajmë edhe pak më vonë." Tha: "Edhe hyna. Dhe më shela gojen. Edhe s'thash asnjë fjalë. Edhe më tha pejgamberi Allahut: "Ta urdhno Ali, pse ke ardhur?" Unë tha: "E kam shel gojen, s'foli kur gjë. Dhe po më stërkuqet ftira. Urdhno Ali, pse ke ardhur?" Tha: "Unë s'në foli asnjë fjalë." Tha: "Ndoshta më ke ardhur ta fejosh vajzën time Fatimën." Thash: "Po ja Rasulallah." E tha: "Çka ki me I dhanë meher?" Tha: "Ja Rasulallah, kur gjëns." Tha: "Fare gjë hiç." Ku mi thënë? Tha: "Nuk e ke ti atë mbrojtësën e luftës, në luftë që dalish që mbrohesh nga shigjetat, nuk e ke ato dhe nga shpatët, që quhet në gjuhën arabe dera?" Tha: "Po e kam ato." Tha: "Po jep e qish ato?" Ja Rasulallah, a për qatë do ma japish vajzën të martohet për qatë meher? Ajo ti e din se s'bon asnjë pare? Tha: "Ja jep ti ato." Tha: "Vallahi po ja jap si jo." Tha: "Atëherë qoftë e martuar vajza ime me ti për këtë meher të cilën ja jep, që cila nuk bënte as 400 dirhem." Pejgamberi Allahut në ditën të cilën duheshte të martohen, gjithsesi të nata e dhëndrit, msheljes së dhëndrit që quhet, tha: "Pritni dhe mos u ngutni. Mos bëni asgjë përpara se të viun te ju." Dhe këto të ditë pritnin. Transmetohet se Fatimja, e cila ishte në moshën 18 vjeçare, ishte aq e turprueshme, aq e ulshme kryen poshtë, do vije baba, gjithsesi pejgamberi Allahu tash dhe do na mësojë se si duhet të jenë aktet në fejes dhe aktet e martesës në Islam. E pejgamberi ne e quajmë sot dita e mshelmës, nata kur mshilen. Arabët e quajnë na lejlet të dukhle, natën kur hynë dhëndri.
E si e qujti pejgamberi Allahut, tha nata e ndërtimit, nata lejletul bina, nata e ndërtimit, prej sot ndërtohet shtëpia, prej sot ndërtohet familja, prej sot ndërtohet komplet ardhmëria, ne e qim prej natë sot kër mshilet ardhmëria, o prish puna më kretë. Pse e të më mshilë se deri sot ka pas mundësi i djalit boje, qka të do të qikat boje, qka të do të sot më mshilë ma. Ska më sot e të qesë, sot në rujë, sa ka e prapa punët. A pejgamberi e qyti prej atat natë është natë e ndërtimit, sot për ndërtohet shtëpia, sot për ndërtohet ardhmëria, sot për ndërtohet krejt familja. Dhe i tha, deri sa të vi unë mos bëni kurrë. Erdhi pejgamberi Allahut në këtë mbrëmje dhe mori abdes, edhe mori prej ujit të abdesit dhe i stërpiku Aliun kaftyra, dhe mori prej ujit të abdesit dhe stërpiku Fatimën kaftyra, dhe i tha, o Ali, vendoje dorën tënde në balë të Fatimës, dhe vendoj, dhe tha thuaj, Bismillahirrahmanirrahim, o Zot, të lutem më jep nga hajri i kësaj gruas, dhe o Zot, të lutem më mbro nga sherri i kësaj gruas. Dhe ju mori ju spjegoi në formë të detalume se cilët janë obligimet e njëri tjetrit në këtë natë dhe cilët janë obligimet e njëri tjetrit gjatë krejt ymrit që i pret. Dhe i tha, ngritu ti dhe falni nga 2 rekat namaz të natës dhëndrisë. Dhe u falen nga 2 rekat namaz dhe kështu filloi martesa e tyre apo nusnia e Fatimës. Apo shihni një dallim të ndershëm vëllezër, në natën të cilën fillon nusnia e vajzës ton apo dhëndria e djalit ton, të cilët menxiste i pijem prej hotelit të dehur dhe të pijim me rap të poshtë e shtëpia, e tash duhet me i fut ata me umshel e nesër me prit një gjallë të hajrit prej tyre. Apo shihni një dallim midis natës e cila fillon me një teberruk, me një bereqet nga durët e pejgamberit dhe me një lutje dhe lusin Allahun për njëri tjetrin dhe kërkojnë 2 rekat namaz dhe flejnë me njëri tjetrin dhe presin një bereqet të Allahut të hajrit, se sa prej atyre të cilët ne si të pleq, si të vjetër me dorë tona, tentojmë dhe u amësojmë dhe tradita që s'kan qenë kurit tonët. Kush është ai i cili e rezervon atë hotelin dhe atë restorantin? Ai djali që martohet që i ka 20 vjet apo ti që i ke 60 vjet? Kush është ai i cili e pagun atë hotelin atje dhe krejt atë rakin që krejt katundin e bësh të dehur? Ti apo ai djali jot që i ka 20 vjet? Prej ka ju kujtu ati djalit tënd për ju me shku me marr 300 gram me bë muzikë ati? Prej ka ju kujtu? Jo ti vëllai ta kujtu, ti këtu që po më shem. Ti vëllai të kujtohet, jo ati. Pra në qoftë se flasim për doni sherri nisën prej të pleqt dhe pastaj kalon të tri. Të ndershëm vëllezër, vallahi transmetuesi, kemi hyrë në natën e darsmës te shtëpia e Aliut dhe Fatimës dhe kemi kontrolluar se çka ka. Vallahi s'kemi pa kur gjë përveç një gjisëm hastre të shtruar në tokë, kemi pa një me ujë të mbushme, edhe 3 kemi pa një gotë, gjithësisht një thaf të hekurit me cilën duhet të pinë ujë. Kjo ka qenë darsma e vajzës së më të mirit në dynja, shumë më të mirë se ti dhe unë, të pejgamberit të Allahut të vulës së këtë pejgamberëve. O ndershëm vëlla, Hazreti Sulejmani si pejgamberi Allahut e ka pasur gjismën e dynjas. As ka mund të Allahu të japë pejgamberit ton gjismën e dynjas. Po kur ka ardhur Belkisa për me hinë në pallatin e Hazreti Sulejmanit, Afrikë ka ngrit pak fustanin mos t'i lagën këmbë, sa i ka pas ndërat e ka pas ujë, pastaj ka pas qelç, xham, dhe kur ka ecën mbietën ku ecën ujë poshtë, dhe ka kujtuar se çka u bë me këtë pallat. Ti edhe unë sot mund të më mbarosh ashtu diçka? Në qoftë se bëhet fjalë për pasuri dhe nivel, ka mund t'i jap Allahu pejgamberit të Allahut që s'ka kudret dhe s'ka fuqi kush mund t'i jap kështu. Por ne bëjmë fjalë për vajzën e atij i cili është më i miri në dunja, është martuar në këtë hall dhe në këtë derexhe. E ti, vajza jote dhe djali jot s'ka problem. Duhet me pru nusën me helikopter,
se imi të punu në baushtellë që 30 vjetë. E duhet me e pru nusën kështu, e duhet me i pru dhandort kështu, e mashallah duhet me i thirë kretë shqiptarin, ka janë e kasjan janë thirët në darsmën teme. Pse, unë jam aga, mashallah. Mashallah aga, pa e din ba aga, sa kredit ke martë në Zvicër për me bo atë darsmën. Qëfar aga be dush me kalëgju ti be ndeshëm vla. Edhe qëfar hajri dush me pas për asaj darsmës pastaj. Kretë fëmije, familje, gra e bura, kretë me shku me punu në përpuntor të këtë që me fshi McDonald's, kretë me i pagu që të borgjë. Qëfar agmije po të regon t'i be ndeshëm vla? Wallahi zotin arrujt, pasha Allah zotin arrujt, nuk janë pun të hajrit. E ti s'mundesh me u tregu ma i hajrit se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Për atë shka, as nuk jam të tanë ku ta martoj shqikën vetëm një gjisëm hastret ja qësh. Pas nuk jam të tanë mes me ngaren të jem me balona me helikoptera me i kalzu qudi në dunja. Se wallahi ma qudi se për nga merlerët, edhe mbretret, edhe Firauni, edhe krejt qërët nuk mundesh me tregu. S'mundesh me tregu, se me qëtë ditur të shaq mund me punu. Po jem të thënë, krehe vetën, mate familjen tënë, koncentrohu atyre të cilët vinë, jo ata të cilët janë, koncentrohu bereqeti që mund vije për asaj darsmës, e jo darsmës vetë, se ashtu të shqiptarët je i shahëm në darsëm, qofë për hajër, po qofë për keqë. Të ndershëm vëllezër, Imam Aliu, radiallahu anhu, pat me Fatimën 4 fëmijë, Imam Hasanin, Imam Husejnin, e pat me të Zejnebin dhe e pat me të Ummi Kulthum. Fatimja radiallahu anha jetoi me Imam Aliun prej moshës 18 vjeçare deri kur? Deri në rastin kur pejgamberi Allahut vdiq. Dhe ju kujtohet shumë mirë ndoshta. Ju kujtohet mirë që kur vdiq pejgamberi Allahut atë ditë që vdiste Fatimja qajti shumë. Dhe afroi pejgamberit ta qetësoj këtë qajtmen dhe i tha një fjalë në vesh. Ka ditë transmetime, unë po e marr transmetimin e dytë, se disa herë ligjëratat e para të mia kam marr transmetimin e dytë. Dhe i tha, ke kujdes transmetimin e dytë. I tha, oj Fatime, pse qanë? Tha, ja Rasulullah, mërzitëm për situatën. Tha, dëshiroj diçka me tregu. Sot do vdes. Në transmetimin e partët, tregon se mbas vdekjes time do ketë fitnet madhe në Medinë. Për njënën apo për tjetrën ka qajt Fatimja shumë. Kur i ka thonë sot do vdes ka qajt shumë Fatimja. Dhe që ta qetësoj këtë grua, ta e bjerë pak me vete, dhe i tha edhe një haber ta qoj pak me qesh. Dhe i tha, oj Fatime, mos u mërzit. E para prej familjes time që do të vdes mas muje ti. Dhe filloj të qeshe dhe u qetësu. Dhe është vërtet 6 muaj mas vdekjes pejgamberit ka vdekje edhe Fatimja radiallahu. Në moshën 23 vjeçare. Në moshën 23 vjeçare. Dhe është interesante hala se i pa kur tha fjalën e dytë, personi që është pejgamberi Allahut, që nuk rren, që haberin e ka direkt prej Allahut, jo prej doktorit, jo prej këtij filanit, tha mos u mërzit se e para që do të vdesish mbas mu prej familjes time je ti, dhe ajo s'do të sheshe. Para mendoj me na thonë neve doktori se mbas 6 muaj do vdesish. E ne të sheshim. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Po subhanallah. Edhe prap ki doktori me na thonë thëm have lejnë se ku marrin vesh ato, have lejnë kështu, have lejnë pak me i dhon vitit gare. Me vome thon pejgamberi Allahut, s'ka ai have lejnë më. Edhe ajo fillon me qesh, edhe ne fillojmë me piskat. Ja ajo se ka pas në drejt, ja ne se kemi në drejt. Njëri prej neve se ka në drejt. Po unë më duket se ne më duket se kemi shumë drejt. Për atë çka po thuhem, njerëzit që janë frigu me ju kthej Allahut, se i kanë borë shumë, dhe shumë emanet i kanë lënë qelë, ata qaj me të jo, amon mos. Njerëzit të cilët i kanë pasur rrugë qelë, të aja ta kanë qesh. Dhe filloj ligjëratë, përfundoj ligjëratën time me atë që e përmendëm pak më herët, te fillimi i kësaj ligjëratës, ku e pyeti gruaja e Hazreti Bilalit në rast të vdekjes, duke thonë, ja musibeta, çfarë fatkeqësie o të ndodh, po vdes Bilali. Tha mos thuaj ashtu ai gruaja ime, gadan alqa al ahibba, nesër do t'i takoj të dashmit e mi,
nesër do ta takoj Rasulullahin, nesër do ta takoj Ebu Bekrin, nesër do ta takoj Omerin, nesër do ta takoj njerëzit që mati si kam pa, mos thuaj ashtu. Nuk është musive, nuk është fatkeqësi, nuk është vdekja fatkeqësi, po vdekja është mirësi dhe lumturi për ata të cilët kanë fituar diçka atje. Zoti na bëf për atyre të cilët kemi fituar diçka atje. Allah i koft razi inshallah për ndëgjimin tuaj dhe për qëndrimin tuaj. Elusi Allahun për faljet, gabime dhe gjunahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.